Në Likovc e kem pas edhe një operim shumë të rëndë me Sabit Gecin. Sabit Geci ka qenë shumë i plagosur në rëndë. Ate kanë në Qerez, më duket e kanë plagosur prej helikopteri me pushkomitrolez. A i ka pas krejt femuret, mbi gjuj 100 copsh. Dhe fillimisht është trajtu nga kirurgt me gips, po masanin kemi shku na dhe sa i sigurum me mjetet. Me doktor Arben Gazhdani kemi shku, ka qenë kohë nxehtë, korriku, vap ka qenë, salla e nxehtë. Ne patëm shumë punë aty, se u duft mja thy, se ishtë në gjithë keq kocka, dhe mja tërheq, mja zgjatë komen, dhe mja fiksu me një shtift intramedullar, një shtift në kanal. Dhe me të vërtet e arritëm atë. Dhe ai interesant, ajo koma që patëm operu na në Likovc ju bërë shumë mirë, pa ai patë edhe një aksident tjetër në Shqipëri. Atje pastaj ka qenë operu në Ljubljanë, diçka ka pas komplikime pastaj. Po jam shumë i lumtur që ka mujtë me dalë ndim, ati edhe shumë tjerve, vetëm se dua t'ju them se mas lufte Euleksi na ka thirrë në gjykatën e Mitrovicës Veriut me dëshmu se ai në atë gjendje mas operimit tonë a ka mujtë mi bo krime, kjo Drenica 2, nëse ju kujtohet. Dhe doktor Arbeni ka qenë, unë edhe doktor Fatoni. Hera parë, po, me dëshmu se a ka bo krim, a ka mujtë a i natë gjendje, po, ne fatmirësisht i dolem zot edhe u liruaj prej asaj akuze, po më ka bo përshtypje se ishte hera parë që shkova në Mitrovicën e Veriut mas lufte, ishte tmerr, bërlogu në gjitha anët, veturat, pa tabela, një halakam, kështu, ku s'funksionon shteti. Po është trajtu edhe në Turqi, është trajtu shumë, ka pas probleme nga më të ndryshme, jo vetëm ortopedike, ka pas probleme edhe tjera, sistemike, po edhe ka vujt në për gjykime, në për maltretime.